të nderuar anëtarë të shoqatës adhetar kulturore Benda dhe miqtë e saj, të nderuar bashkëautor, profesor doktor Eqen Zenela dhe doktor Stefan Pingulli, të nderuar personalitete të fushës akademike, kulturore dhe patriotike, të nderuar të pranishëm në sallë. Së pari më lejoni të shpreh minjorën time më të sinqertë për pranimin tuaj në këtë veprimtari të rëndësishme shkencore dhe kombëtare. Ju falenderoj që ju përgjigje ftesa Akademisë së Shkencave Rënjëtone dhe shoqatës adhetare kulturore Benda për të marrë pjesë në promovimin e studimin albanologjik e Epiri ose sot Shqipëria, duke lënë me një angazhimet dhe përkufimet tuaja familjare dhe shoqërore në këtë fundjavë. Pranimi juaj sot këtu në këtë sallë nuk është vetëm një pjesëmarrje fizike në një aktivitet kulturor, por një dëshmi e gjallë se çështjet kombëtare vazhdojnë të mbeten në ndërgjegjen e shqiptarëve si një thirrje e brendshme historike, sepse siç është thënë në të me të drejtë, një kombë që haron rrënjët e veta rrezikon të humbas të ardhmen e tij. Së dyti, dua të falenderoj Akademinë e Shkencave Rënjëtona dhe veçanërisht profesorin e nderuar Sazan Guri, i cili me përkushtim dhe energjinë dhe idealizmin e tij të palodhur na bëri pjesë të këtij organizimi dinjitoz. Ky aktivitet është shumë më tepër se një promovim libri. Ai përfaqëson një sesion të mirëfillt shkencor, një tribunë mendimi dhe reflektimi kombëtar mbi historinë dhe identitetin tonë. Vlera e këtij organizimi lartësohet më shumë nga ekspozita fotografike dhe dokumentave të veçanta të sjellura nga arkivat europiane për mbretërin e Epirit dhe Arbërisë Gjergjon Kastriotin Skënderbeu. Këto materiale të cilat përbëjnë fruit të një pune kërkimore shumë vjeçare të profesorit Qeremit, këtij Homerit të ditëve të sotme, sjellin pranë publikut shqiptar copsa të rëndësishme të memorjes historike europiane, veçanërisht nga arkivat e Vjenës, duke pasuruar biblioteka dhe studimet tona me dokumenta autentik me vlera të jashtëzakonshme. Historia nuk është vetëm kujtesë. Ajo është ndërgjegje e një kombi, dhe kombet që ndërtojnë të ardhmen mbi themelet e së vërtetës historike, mbeten të forta përballë kohës dhe sfidave. Është momenti të theksoj bashkëpunimin ndërmjet shoqatës adhetare kulturore Benda dhe Akademisë së Shkencave Rënjëtona, që është i kahershëm dhe i frutshëm. Ky bashkëpunim i zhvilluar me tema të ndryshme, por gjithmonë ka një boshtë të përbashkët. Çështjen kombëtare shqiptare, mbrojtjen e identitetit tonë dhe ndriçimin e të së vërtetës historike. Për këtë bashkëpunim të hyer, një minjorë të veçantë ja dedikoj mikut tim profesorit inxhinier dhe avokatit të palodhur Sazan Guri, i cili mbetet një zë i guximshëm në mbrojtjen e trashëgimisë sonë kombëtare. Së treti, në emër të kryesisë shoqatës adhetare kulturore Benda, dua të falenderoj bashkëautor profesor doktor Eqen Zenela dhe doktor inxhinier Stefan Pingulli, të cilët na besuan organizimin e këtij eventi madhështor dhe me rëndësi të veçantë kombëtare. Bashkë falenderoj autorët që zgjodhin pikërisht Akademinë e Shkencave Shqiptare për zhvillimin e këtij promovimi, duke përcjellë një mesazh të qartë institucional për vetë botën akademike dhe shkencore shqiptare, që ky studim albanologjik të merret në konsiderat me seriozitet dhe të vlerësohet për atë që meriton. Të nderuar të pranishëm, më lejoni të ndalim shkurtimisht në disa hallka të shtylla kryesore të këtij studimi voluminoz dhe shumë dimensional, pasi të tjerët janë thënë nga parafolësit. Libri Epiri ose sot Shqipëria në përmbajtjen e vet nuk është thjesht një përshkrim linear i ngjarjeve historike që lidhen me Epirin, por një studim i mirëfillt shkencor, i ndërtuar me rend kronologjik dhe të mbështetur me burime kredible, duke filluar nga autorët antik e deri në dokumentat e zhvillimit të dekadave të fillim shekullit të 19. Ky botim përfaqëson një udhëtim në kohë ku historia, kultura dhe identiteti kombëtar ndërtuara në mënyrë harmonike. Ky studim mbështetet në burime dokumentare arkivore me rëndësi të veçantë, shumica për të cilave publikohen për herë të parë nga këto studiues. Kjo jep veprës jo vetëm një vlerë dokumentare, por edhe karakter në fushën e studimeve albanologjike. Dhe trajtimi multidisiplinar të temave historike, politike dhe kulturore, duke krijuar një tablo të gjerë dhe shumë dimensionale të Epirit. Keqësia dëshmon se historia nuk mund të kuptohet e fragmentizuar, por si një organizëm i gjallë që lidh qytetrimin, kulturën dhe identitetin e popujve. 3. Në aspektin kulturor dhe shpirtëror, autorët trajtojnë temat që hedhin dritë mbi origjinalitetin e besimit të epiotëve dhe ndikimi që ky qytetrim pati mbi popujt e tjerë antik. Kjo dëshmon se Epiri nuk është një periferi historike, por një vatër e rëndësishme e qytetrimit.
Në trajtimin e veçantë kushtohet e periudhë qyteteve të Epirit, të cilët paraqisin një barometër të zhvillimit ekonomik, kulturor dhe urban të kohës. Për ta përforcuar dimensionin dokumentar dhe shkencor të librit, autorët Zenela dhe Pingulli i kanë bashkëngjitur studimin e hartave, literaturave të zgjeruar, si dhe fjalë të gjuhës e periudhës, duke bërë këtë botim më të plotë, më bindës dhe më tërheqës për studiuesit dhe lexuesit. Dhe fundit, gjatë gjithë trajtimit të lëndës burimore, autorët janë mbështetur në parimin e objektivitetit në analizës kritike shkencore. Kjo metodologji serioze jep studimit besueshmëri akademike dhe nxjerr konkluzione të argumentuara si më poshtë. Në kohët që jetojmë, kur historia shpeshherë deformohet nga interesat e ndryshme politike apo ideologjike, studimet të tilla marrin në rëndësi të jashtëzakonshme. E vërteta historike nuk ka nevojë për propagandë, ajo ka nevojë për dokumente, për studime dhe për guxim intelektual si këto dy persona. Dhe pikërisht ky botim përfaqëson një përpjekje serioze për të sjellë të vërtetë mbi Epirin përmes argumentit shkencor dhe dokumentit historik. Konkluzione dhe falënderime. Në aspektin historik dhe shkencor, ky botim pritet të mbetet një studim referues me baza të forta dokumentare dhe akademike, jo vetëm për të hedhur dritë mbi historinë e Epirit, por edhe si një burim i rëndësishëm arkivor dhe studimor për të ardhmen, për Akademinë e Shkencave, për institucionet shtetërore dhe për çdo shqiptar që kërkon të njohë rrënjat e veta historike. Ky studim nuk është thjesht një libër, është një dëshmi me argumenta dhe një kontribut në mbrojtjen e identitetit tonë kombëtar. Nëpërmjet dokumenteve, hartave, analizave dhe fakteve historike, autorët kanë ndërtuar një urë të fortë ndërmjet të kaluarës dhe ndërgjegjës sonë kombëtare. Aq e rëndësishëm është edhe fakti se vepra krijon mundësinë një ballafaqimi serioz me çdo tezë apo pretendim që bien ndesh me të vërtetën historike mbi Epirin dhe shqiptarët. Historia duhet të flasë me dokumenta dhe jo me paragjykime, me fakte dhe jo me interpretime të njanshme. Në përfundim, në emrin tim personal, në emrin të Këshillës së Shoqatës Statuare Kulturore Benda dhe të stafit të gazetës Karina e Bendës, dua të falenderoj publikisht bashkëautor profesor dr. Eqerem Zenelën dhe doktor inxhinier Stefan Pingulli për këtë studim historik me vlerë të veçanta kombëtare si një vepër e çmuar në shërbim të identitetit, memorjes dhe dinjitetit tonë kombëtar. Le të mbetet ky promovim jo vetëm një aktivitet kulturor shkencor, por edhe një thirrje për më shumë studime, më shumë kërkime dhe më shumë përkushtim ndaj historisë tonë kombëtare, sepse popujt që njohin historinë e tyre dinë të mbrojnë dhe të ardhmen e tyre. Faleminderit.